Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Do t'jemi së bashku në këtë mbrëmje të sejntes në ekranin e radio televizionit të Korçës në një ditë tepër të veçantë. 18 dhjetori, qysh nga viti 2000, është shpallur dita ndërkombëtare e emigrantëve. Emigrimi natyrisht është një fenomen social që ka prekur shqiptarët masivisht në vitet 90, në momentin kur Shqipëria përqafoi një tjetër sistem politik. Me rënien e murit të Berlinit, edhe Shqipëria u bë pjesë e popujve të cilat tashme kishin lënë bllokun lindor. Megjithatë, fenomeni i emigracionit nuk është një fenomen i panjohur, ai ka ekzistuar edhe para viteve 90. Për të folur për këtë fenomen, ne do të kemi mundësi sonte në studio të kemi jo vetëm sociolog, por edhe studiues historie, por dhe dëshmi të emigrantëve korçar, por jo vetëm të cilët jetojnë prej vitesh larg Shqipërisë. Do të kem kënaqësinë të prezantoj tani dhe të rikthej në fakt sërish në këtë studio për të folur për fenomenin e emigracionit një pedagoge të nderuar të Universitetit të Korçës. Do thoja që është një nga njohësit më të mira të këtij fenomeni. Doktor Denisa Titili, ajo është pedagoge në Departamentin e Shkencave Sociale në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Humane në Universitetin Fanoli të Korçës. Profesoresh Denisa, mirë se u riktheve. Mirëmbrëma, faleminderit. Është gjithmonë me shumë interes dhe rëndësi që diskutojmë rreth dukurisë të emigracionit, kështu që sërish faleminderit për ftesën. Faleminderit që sërish gjetë kohën për të na u bashkuar. Sot në fakt është edhe një koincidencë që 18 dhjetori përkon edhe me ditën kur ne jemi drejt për drejt në ekranin e televizionit në këtë format televiziv, ndaj nuk doja që të mungonte diskutimi mbi këtë fenomen social. Në fakt, profesoresh, çfarë kuptojmë ne me termin emigracion? Emigracioni është një fenomen shoqëror, sikurse ju e prezantuat, përkufizohet si një lëvizje demografike dhe zhvendosje e banorëve nga një vend në një vend tjetër, duke ka përzyer kufin ndërkombëtar. Pra emigrantët janë banorë të cilët vendosin të largohen nga vendi i tyre i origjinës për të vendosur përkohësisht ose në mënyrë të përhershme në një vend tjetër. Ndërkohë, cilat mund të jenë arsyet kryesore që i shtyn njerëzit të emigrojnë, të largohen? Në planin studimor, migracioni dhe emigrimi veçanërisht asnjëherë nuk trajtohet si një dukuri e lëvizjes të banorëve e cila motivohet nga arsye personale dhe individuale, por gjithmonë trajtohet si pjesë e një sistemi global migrimi, ku ka një sër faktorësh që ndërveprojnë për të motivuar dhe për nxitur lëvizjet e emigrantëve. Sigurisht ndër faktorët kryesorë janë faktor ekonomik, faktorët social dhe faktor politik. Në mesin e faktorëve ekonomik, ato që dominojnë, nisur kryesisht edhe nga tiparet e tipologjia e migracionit shqiptar, kanë bëjnë pikërisht me diferencat dhe zhvillimit ekonomik ndërmjet vendeve apo rajoneve të ndryshme. Pra, kahu i lëvizjes të emigrantëve është gjithmonë nga vendet me nivel më të ulët të zhvillimit drejt vendeve me zhvillim më të madh ekonomik. Konkretisht, faktorët ekonomik përfshin një grup nën faktorësh të cilët lidhen me praktikësinë e zhvillimit ekonomik në vendin e origjinës, mungesa e mundësive për punësimin ose papunësia e lartë, pagat e ulta, në niveli ulët i mirëqenies, të cilët konsiderohen si faktor shtytës, pra që i nxisin banorët të marrin vendimin për të emigruar, e kombinuar kjo dhe me një grup faktorësh tërheqës, të cilat sigurisht nuk kuptojnë një standard më të lartë të jetesës, të zhvillimit ekonomik, të mundësive të punësimit, sistemit pagave, që ofrojnë vendet e zhvilluara dhe të cilat tërheqin, pra kombinohen me faktorët shtytës për të ndikuar në një lloj tërheqje të flukseve dalëse pra të emigrantëve. Faktorët social lidhen kryesisht me dëshirën për të arsimuar, për të kualifikuar me një sistem të shërbimeve përgjegjësisht sociale në nivel më të standardizuar që ofrojnë vendet e zhvilluara, ndërsa faktorët politik kanë të bëjnë kryesisht me konfliktet apo një lloj destabiliteti institucional dhe politik që mund të karakterizojë rajone apo zona të ndryshme, të cilat sigurisht që prodhojnë një kontingjent të madh të emigrantëve. Kujtojmë tu emigracionin e ndoshta e para viteve 90 ku jo vetëm, por edhe në periudhën e 97, 98, 99. Edhe para viteve 90, profesoresh, ka pasur edhe për arsye pavarësisht se atëherë nuk bëshin
publike, po një pjesë e tyre dhe për shkak të faktit që ishin të etiketuar nga sistemi. Sigurisht, informacioni mbetej shumë i izoluar për të mos krijuar dhe një lloj, po themi, impaktin mesin e opinionit përgjithshëm, por ka pasur tentativa, përpjekje edhe realizime të emigracionit, pra të shkëputura, selektive, shumë fragmentare, nën presionin e zhvillimit pra të politikave të brendshme të vendit. Ndërsa sot kemi tensione ndërmjet shteteve, lufta në Ukrainë, largimi i kosovarëve nga trojët e tyre, të cilat në 99-ën, të cilat motivohen pikërisht në faktor politik. Në ditët e sotme të identifikojmë një nga arsyet që në atë kurbën, cila është ajo që dominon? Pra, mund të konsiderojmë në situatën që ndodhemi arsyet politike që zën vendin e parë, apo në kontekstin e migracionit shqiptar, që për hir të vërtetës është me intensitet shumë të lartë, një nga shifrat më të larta në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria qëndron në krye të listës me një përqindje shumë të lartë të emigrantëve, gati 45% ka shkuar. Raporti i popullatës pra i jashtëvendit jetojnë 45% të banorëve të cilët përbëjnë numrin total të popullatës në vend. Në mesin e vendeve tjera të Ballkanit, duke përfshirë Bosnjë-Hercegovinë, Kosova, Maqedonia e Veriut, kjo shifër luhatet në 30-35%, ndërsa në Shqipëri emigracioni mbetet shumë i lartë në intensitet. Faktorët kryesorë në këtë kontekst aktual lidhen pikërisht me dimensionin socioekonomik. Socioekonomik, pra faktorë që lidhen me pakënaqësinë e kushteve të brendshme të zhvillimit si social, pra të shërbimeve, sistemit shërbimeve në vend, dhe njëkohësisht të pamundësive apo paqëndrueshmërisë ekonomike në vend. Profesor, si ndikon emigracioni në vendin që lë individi pas? Emigracioni ka pasoja në dy akahet, si në vendet e origjinës, ashtu edhe në vendet pritse. Pasojat kryesore në vendin e origjinës sigurisht janë pasoja negative dhe pasoja të dëshirueshme apo pozitive. Flukset dalëse të emigrantëve, sidomos kur janë në një numër gjithnjë më tepër të pakontrollueshëm, referuar përsëri rastit të emigracionit të sotëm shqiptar, sjellin pasoja të dukshme në vendet e origjinës, të cilat lidhen kryesisht me një humbje të theksuar të kapitalit human, të kapitalit njerëzor. Sigurisht, kjo është më tepër e ndjeshme kur të larguarit janë të rinjt kryesisht, të cilët nëse janë dhe të arsimuar, pra përfaqësojnë një kategori të kualifikuar të arsimuar të popullatës, kjo sigurisht që sjell një humbje të madhe të kapitalit human, e shoqëruar më mbas edhe me pasoja të tjera, siç janë prekja e strukturës demografike të popullatës, rënja e lindshmërive, plagja e popullsisë, apo rënja e kapacitetit zhvillues ekonomik të vendit, sepse sigurisht largimi i të rinjve do të thotë më pak potencial për zhvillim të brendshëm, më pak forca dhe potencial inovativ, një luhatje tregut të punësimit, një sistem të vakancave në profesione të caktuara e tjerë. Ndërsa në aspektin më pozitiv, ose ajo që impakton në mënyrën më pozitive vendet e origjinës, kanë të bëjnë me dërgesat, me remitancat që sjellin emigrantët. Në planin sociologjik, emigracioni në fakt konsiderohet si një dukuri transformuese. Nëse nuk do të ishte për këto lëvizje kaq të theksuara dhe këtë mobilitet në shkallë të gjerë të popullatës në nivel global, do të kishim këtë nivel të transformimit dhe zhvillimit të shoqërive. Pra janë ata migrantët cilët shërbejnë si një urlidhse mes vendeve të zhvilluara dhe vendeve më pak të zhvilluara, duke sjellë dhe duke transmetuar spari dërgesa në para, të cilat në shoqërinë shqiptare, sidomos në periudhën e parë të tranzicionit, kur shteti shqiptar doli nga një kolaps, pra ishte një situatë të një kolapsi ekonomik, remitancat dhe dërgesat në para kanë shërbyer si një mekanizëm shumë i fortë mbështetës për ekonominë vendase. Kanë shërbyer si një mjet dhe si një strategji mbijetese për një numër të madh familje shqiptare. Remitanca apo dërgesa të cilat janë përdorur jo vetëm për të mbajtur ekonomikisht familjen, por janë përdorur për arsimimin e fëmijëve, për të motivuar lëvizjet të brendshme migratore, për të siguruar një ngritje dhe konsolidim të sipërmarrjeve private. Pra,
ka shërbyer si një kak shumë i madh mbështetës. Nga ana tjetër, krahas remitancave financiare, në sociologji studiuesit referohen dhe një kategori, një koncepti tjetër që po aq transformues është në planin e vendeve të origjinës, është fjala për remitancat sociale. Një tërësi idesh, praktikash, përvojash që emigrantët akumulojnë në vendin pritës dhe sigurisht që transmetojnë në mënyrë graduale në vendin e origjinës në saj ose të rikthimit ose të atyre që quhen ciklet të migrimit, pra vajtëardhjeve të shpeshta, kontakteve me familjarët apo pjesën tjetër mbështetjet familjes të lëmpas. Pra në një projekcion kohor më të gjatë ata sjellin një lloj eksperiencë, përvoje dhe impaktojnë vendet e origjinës gjithmonë në sensin e transformimit dhe zhvillimit të tyre. Por duhet pasur sigurisht kujdes në planin e ruajtjes, po themi, të një ekuilibri të konsoliduar të asaj që ne quajmë remitancat financiare, sepse janë vërtet një faktor mbështetës për zhvillimin e brendshëm ekonomik, por nga ana tjetër mund të çojnë në një rrezik të varësisë për këtyre remitancave, pra sa më i madh jetë kontingjenti i të larguarve, sidomos të rinjve, aq më tepër kjo krijon një varësi ndaj dërgesave dhe sigurisht që remitancat janë shumë të rëndësishme, por asnjëherë nuk janë një zvendësues i potencialit të brendshëm, pra i atij zhvillimit afatgjatë që duhet vijë së brendshmi nga një shoqëri. Shumë interesante. Mënyrën se si e shohin studiuesi, sociologët. Unë tani do të ftoja të kishim një lidhje drejt për drejt nga Tirana, një studiues historie është zoti Petrit Zeneli, edhe për një arsye shumë thjeshtë, është njohës shumë i mirë i zonës së Vakëfeve dhe unë kam komunikuar me të edhe për një arsye tjetër, duke qenë se të paktën nga dokumentacioni rezulton që shqiptari i parë i dokumentuar që ka emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte nga fshati Katund, që është pjesë e zonës së Vakëfeve. Ai quhet Kol Kristofori. Sipas dokumenteve, ai ka zbarkuar në Boston në fillim të viteve 1880 dhe mbahet mend si pioneri i grupit etnik shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Katundi, një fshat i vogël në një zonë të madhe siç është zona e Vakëfeve, dhe në fakt studiuesi i historisë Petrit Zeneli jo vetëm që e ka studiuar gjithë zonën, por në mënyrë të veçantë së fundmi do të nxjerrë në treg edhe një libër pikërisht për fshatin Katund të kësaj zone, dhe mes gjithë studimeve të tij pa diskutim që ka parë nga afër edhe figurën e Kol Kristoforit, ndaj unë e ftoj tani ta kemi një lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma. Është kënaqësi që na i bashkuar në një temë në një ditë shënuar siç është 18 dhjetori, dita ndërkombëtare e emigrantëve. Unë anoncova edhe pak momente më parë që ju në fakt keni studiuar gjithë zonën e Vakëfeve dhe tashmë keni në proces botimi për të përballur me publikun edhe me historikun e një prej fshatrave që është pjesë e zonës së Vakëfeve, që është fshati Katund. Në fakt pak veta e njohin, por ndoshta të tjerë e njohin këtë zonë edhe për shkak se nga ky fshat i vogël ka dalë ose të paktën dokumentet tregojnë që prej këtij fshati ka dalë një zotëri i cili konsiderohet si emigranti i parë shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e di nëse dhe ju e pohoni një gjë të tillë në librin tuaj, nga studimet tuaja, çfarë rezulton? Po, është e vërtetë, dhe në librin që unë ushtoj Katundit dhe Stratobertës, dy fshatra me emër në krajinë e Vakëfeve të Korçës, një kapitull të veçantë ja kushtoj emigrantit parë shqiptar, Nikol Kristofori, ose shkurt si njihet ai At Kole Kristofori. Nuk është rastësi që ka dalë një figurë e tillë nga ky truall me tradita shumë të mëdha historike, kulturore, dhe nuk është rastësi që është emigranti i parë shqiptar në Amerikë, sepse Nikol Kristofori kishte emigruar dhe bashkë me vakëfcenjë të tjerë, bile janë të parët emigrant në Ballkan, në Greqi, në Bullgari, në Rumani, ku kanë qenë edhe baza e krijimit të shoqërive të ndryshme, por Nikol Kristofori kishte ikur dhe deri në Kinë. Pra i ishte njeri që kishte njohuri të mëdha edhe për botën, edhe për kultura të ndryshme, po edhe për guximin. Dhe bëhet fjalë për vitin 1884. Pra ky është viti që njihet për largimin e tij nga Greqia me një vapor grek drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe porti ku ka qëndruar ka qenë në Boston.
Ndërkohë, porta pritëse e emigrantëve të huaj nga bota, në Amerika që në New Yorku, ishulli Ellis. Dhe ky është shumë vite para, sepse kjo port është e vitit 1892. Ky është disa vite përpara dhe nuk është i regjistruar konkretisht tek porta e ishullit New York, siç u regjistruan emigrantët të tjerë të vitit 1892 dhe kjo ka arritur deri në 12 milionë që janë të regjistruar dhe këta emigrantë që kanë mbërritur në atë kohë janë të përfshirë dhe në muzeun që është ngritur kushtuar këtyre. Kole Kristofori ka një histori Ka një histori shumë interesante. Shumë pra interesante. Ai ka jetuar në Greqi, si mendohet, sa vite mund të ketë jetuar në Greqi? Shumë pak vite sepse ka ikur deri në Kinë. Ka ikur deri në Kinë. Kur u kthye nga Kina, nga Greqia ka ikur për në Amerikë. Tani në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës ai ka jetuar për pak kohë aty dhe është rikthyer sërish në vendin e tij të origjinës. Tani nga viti 1884, disa thonë 1886, ky është kthyer mbas 6 vjetësh në Katund dhe u ka folur bashkëtarëve të tij që në Amerikë është një bollek shumë i madh dhe radhë të parë veshja e tij u bëri shumë përshtypje bashkëtarëve, sepse ai ishte me kostum modern dhe me këpucë me maj, me barsalina, me papion dhe u bëri shumë përshtypje dhe u thotë bashkëtarëve që në Amerikë sa të fitoj unë me shitje lulesh edhe frutash në një ditë, në Shqipëri fitojnë për një vit. Kjo u bëri shumë përshtypje të gjithëve, edhe zonës përreth dhe detyrojnë që 17 burra nga fshati Katund të shkojnë përsëri në Amerikë bashkë me atë Kole Kristoforin. Që do thotë, Kol Kristofori ka marrë me vete 17 burra të fshatit të tij kur është kthyer për herë të dytë. Për herë të dytë. Dhe këta njihen si pionerët e emigracionit shqiptar. Pra, pionerët të emigrimit shqiptar. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do thotë u vendosën. Flasim për emigrant ekonomik. Dhe flasim për një emigrant që lëviz nga trulli i tij etnik, sepse shqiptarët e tjerë kanë qenë arbreshët, kanë qenë më herët në Amerikë. Njëkohësisht flitet se edhe një korçar tjetër ka qenë më herët se Nikol Kristofori, por ky nuk ka qëndruar, ka shkuar në Argjentinë, në Amerikën e Jugut. Flitet gjithashtu se edhe nga veriu një prift ka shkuar në Amerikë para këtij për të hapur një famulli. Por nuk janë emigrant ekonomik këta. Ky është tipik emigrant ekonomik si mbar bota dhe është i regjistruar dhe në librat e emigrantëve shqiptar të Amerikës. Pra këtë duhet ta theksojmë që është emigrant, por nuk flasim për një figurë thjesht që shkoi për të ngrënë bukë aty. Flasim për një figurë historike që ka lënë një emër shumë të madh në Shtetet e Bashkuara, flasim për një figurë që njihet si dekani i shqiptarëve të Amerikës, kështu e cilëson Fajkonica. Sepse kishte kulturë të gjerë njëkohësisht dhe ka rolin kryesor në themelimin e lëvizjes kombëtare shqiptare në Amerikë. Kurse Fanoli e quan Kolombi shqiptar. Dhe njëkohësisht me një superlativ, Fajkonica e quan edhe një gjuhëtar, sepse fliste një shqipe shumë të pastër, klasike, njeri me mendje të kthjellët, njeri i ujrave të qeta, njeri që u bën mbështetje financiare për të gjitha figurat që kanë shkuar në Amerikë pas tij. Pra, kjo është pak a shumë figura e atë Nikol Kristoforit. Po ndërkohë, profesor, nga hulumtimet tuaja, emigrantët ose ata 17 burrat me cilët u bashkuan me Kol Kristoforin, si është vimësia historisë së tyre? A ktheheshin ata vazhdimisht në vendin e origjinës? Në fakt, shqiptarët e kanë një histori me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se edhe kishte, pavarësisht të largësisë, ata riktheheshin për të ndihmuar familjet e tyre atje ku i kishin lënë, kryesisht prindrit ose bashkëshortet e tyre, se kryesisht ishin burrat ata që emigronin. Pikërisht, ky ishte roli kryesor i tyre që këta të bëshin mbështetje për familjen, mbështetje për shqiptarët e Amerikës që vajtën më pas, mbështetje për strehimin e tyre, për punësimin e tyre, por më kryesorja këta u bën një mbështetje për zhvillimin e infrastrukturës në fshatrat e tyre. Motra e Kole Kristoforit hapi një shkollë shqipe në Katund
në vitin 1900 dhe sponsorizohej nga Kole Kristofori. Njëkohësisht ta krijuan dhe shoqata, edhe Katundi, e Stratoberda, edhe kishin shoqatat e tyre. Kjo quhet shoqata Fatbardhësia, është krijuar në vitin 1908 dhe në programin e tyre kishin në plan të parë mbështetjen e shkollës shqipe në Katund, rregullimin e ujrave, të çezmave, mbështetjen e njerëzve që ishin në nevojë ekonomike, paguanin taksat, mirëmbanin kishën, pra kishin një program shumë të gjerë. Dhe kjo është më pozitivja dhe unë them që shoqatat e sotme, ose shoqëria Vatra, bazë për shoqërinë Vatra, panshqiptare Vatra, u bën vakëlsinjt aty. Dhe i pari ka qenë që ka mbështetur dhe nga ana ekonomike financiare, ka qenë Kole Kristofori. Njëkohësisht, edhe Katundllinj të tjerë, dhe këta 17, midis tyre edhe emra që kanë luajtur rol drejtues. Për shembull, Goni Katundi ishte arkëtar i shoqërisë Vatra. Dhe unë këtu dua të ngrej një problem që gjithmonë na dhëm, sepse një figurë kaq e madhe, nuk bëhet fjalë për një që vajti të hante buk aty, por një figurë kaq e madhe duhet patjetër që nga shoqëria Vatra e sotme që ekziston aty të nderohej bile një nga degët, të paktën Bostoni ku ky u paraqit, të mbante emrin e këtij njeriu të madh. Dhe shiko, duhet të sjell dy paralele. Në vitin 1882 ka shkuar nga Irlanda një vajzë 15 vjeçare që quhej Annie Moore. Dhe kjo Annie Moore sot ka statuin e vet në ishullin Ellis ku vajti që si emigrante. E kanë ngritur irlandezët. Njëkohësisht kjo kishte me vete edhe motrën dhe dy vëllezër të vegjël, 11 e 7 vjeç, dhe të tre kanë një shtatore shumë të bukur në ishullin Ellis, që është pritur në New York, në hyrje të New Yorkut. Kurse nuk bëhet fjalë për Kole Kristoforin, që është një figurë shumë e hershme dhe me kontribute të jashtëzakonshme në lëvizjen kombëtare shqiptare në Amerikë. Njëkohësisht, për Annie Moorein ka një këngë të ngritur, hymn, ka një çmim që jepet vazhdimisht për njerëz, për figura të shquara. Në 2008 në një përvjetor të Annie Moorit, Barack Obama dërgon një letër irlandezëve me vlerësime me superlativa për këtë figurë. Pra, në të drejtim shoqata ose shoqëria Vatra e Amerikës ka shumë borxhe ndaj këtij njeriu, por edhe ne si shoqatë vaktefeve them se kemi detyrime të shumta. Tani një figurë madhore me këto kontribute do të ishte në Korçë radh parë. Do të ishte një shtator e tij, sepse të gjithë po dalin me ratan e thonë të ngrihet tek këtij e këtij. Por këto e pasurojnë kulturën e Korçës. Dhe Korça ndaj mbahet si emër. Profesor, jo vetëm Kole Kristofori që është të themi dokumentuar si emigranti parë, po në përgjithësi e shohim edhe si fenomen dhe ndikimi që këta individ kanë pasur edhe në vendin e origjinës nga vinin, po edhe në vendin ku ata shkuan. Kjo është gjithë ideja. Nëse e shohim në ditët e sotme, çfarë ndodh sot në këndvështrimin tuaj, edhe në studimet që ju keni bërë, çfarë ndodh sot me emigrantët, pikërisht në këto zona, se në përgjithësi janë zona të cilat pothuajse janë zbrazur krejtësisht dhe besoj se një nga faktorët kryesor është edhe emigracioni. Emigrantët e vjetër kanë qenë një mbështetje për emigrantë të rinj. Dhe shumë nga zona e vaktefeve kanë gjetur një stres, si të thuash, një terren të gatshëm, duke marrë përkrajen e gjyshëve të tyre, bile jo vetëm kaq, por edhe të luajnë rol aktiv në shoqërinë e sotme që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne kemi shembuj të plot që emigrantët e vaktefeve mbajnë lidhje me krajinë e tyre, bile dhe bënë dhe sponsorizime. Por këtu një vëritje kam. Ndërkohë që të parët e tanë gjysh të gjyshit, se dhe gjyshim ka qenë në Boston, të parët tanë kur bënin aktivitete, edhe këtë duat që t'ja u them edhe korçarve, edhe emigrantëve ta dëgjojnë ku janë aty në Amerikë, bëjnë aktivitete të mëdha dhe vinin secili nga një kuotë që dërgonin në vendlindje për të rregulluar, për të ndihmuar fshatin e tyre. Por ama vlerësoj faktin që emigrantët shqiptarë sot kanë një organizim më të mirë në drejtim të edukimit, të transmetimit të trashëgimisë kulturore të gjuhës shqipe, bile kemi dhe emra që ndikojnë. Një nga këta është edhe Sami Zeka, që ka krijuar një shoqatë vetë që ndihmon nxënësit në shkollën shqipe, po edhe Gani Vila që është nga Panariti dhe ai kontribon shumë me televizionin e tij në këtë drejtim. Kështu që kemi dhe anë pozitive,
por anën historike... Natyrisht, emigracioni ka anët e veta pozitive dhe anët negative, edhe ashtu si kurse e përmëndëm, emigrantët edhe aty ku jetojnë luajnë një rol shumë të rëndësishëm edhe për ruajtjen e identitetit të tyre kulturor. Profesorën të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje, falenderoj për historinë interesante që në sollet të emigrantit të parë nga fshati Katun dhe shpresojmë që për gjithë ata që besoj duan ta njohin më tepër historinë kur të marrin librin tuaj në dorë. Faleminderit edhe një herë. Të urojmë suksese në punën tënde luftuese. Shumë faleminderit. Mirë, ne kishim një lidhje të drejtë për drejtë studiuesin e historisë nga Tirana, Petrit Zeneli, pra folëm pikërisht për një histori shumë interesante që vinte nga një zonë e vogël në qarkun e Korçës, nga Katundi, pikërisht aty ku mendohet të paktën në mënyrë të dokumentuar ka dalë edhe emigranti i parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Amerikën e Largët. Profesoresh, po ndikimi i emigracionit te struktura e familjes? Sigurisht në mesin e pasojave ose impakteve negative që emigracioni sjell në vendet e origjinës, përfshihet edhe impaktin në strukturën familjare. Largimi pjesët banorëve, nëse ata janë të rinj apo largohen në një projekt individual apo qoftë familjar, kjo sigurisht që prek familjen, pasi krijon një fragmentarizim të larguar dhe të lënë pas, gjë e cila gjithashtu shoqërohet me një rikonceptim të roleve sociale brenda familjes në pjesën tjetër të anëtarëve të lënë pas. Kryesisht emigracioni gjithashtu ka tendencën të prodhojë edhe familje transnacionale, ku anëtarë të ndryshëm, pra anëtarë të familjes jetojnë në vende të ndryshme. Në kontekstin e emigracionit shqiptar, ne gjithnjë më tepër po evidentojmë pasoja të dukshme në planin familjar, sidomos në kuadrin e një shkëputje apo një fragmentarizimi mes pjesës të rejnë mosh të larguarit, pra që gjithnjë më tepër po largohen, dhe pjesa tjetër e të moshuarve, të cilët kanë pastaj disa specifika nevojat e tyre, që shoqëria ka detyrimin t'i kompensojë në mungesë të anëtarëve të tyre të familjes. Ndërkohë, profesoresh, kohët e fundit kemi dëgjuar vazhdimisht edhe nga analistë të shumë se një pjesë e madhe e familjeve shqiptare për shkak të numrit, siç e thatë ju, në rritje të emigrantëve në familje kanë ngelur kryesisht moshat e treta, të cilat pastaj ndoshta rrjedhimisht do të sjellin edhe pasoja të tjera, do të kërkojnë një rritje të personave që do të kujdesen për ta. Pra, ose dhe nga ana tjetër dhe një kosto për shtetin, që do thotë kjo strukturë familjare ndikon jo vetëm brenda familjes, po ndoshta edhe pak më gjerë nga qeliza bazë fillon të prek edhe shoqërinë? Sigurisht, sistemi mbrojtje sociale në një vend në fakt ka detyrimin që të plotësojë të gjitha nevojat e paplotësuara që individët nuk i realizojnë në mundësitë dhe potencialet e tyre. Dhe në këtë kontekst kemi të bëjmë pikërisht edhe me nevojat e një kategorie sociale siç janë të moshuarit, të cilët kanë dhënë një kontribut të çmuar në shoqëri, që të gjithë viteve të qenë aktiv në jetën e tyre dhe ka nevojë që spari përveç se të përfitojnë sistemin e pensionit që mundson mbajtjen ekonomike të tyre, por nga ana tjetër ka nevojë edhe për një asistencë sociale, për kujdesje, shërbim shëndetësor, një lloj shërbimi social. Ne ende jemi një shoqëri e cila po përballemi dukshëm me fenomen të tillë, me problematikë të tillë, e cila që i thjeme tepër merr për masa, do thoja unë të drejt pa kontrolluara, çdo ditë përballemi me informacione, njoftime jo të këndshme. Në qarkun e Korçës ky fenomen po bëhet shumë i ndjeshëm, ka një numër të madh të moshuarve të cilët nuk e kanë një asistencë, fëmijët e tyre janë në emigracion, nuk kanë mundësi që të qëndrojnë pranë apo t'i marrin në pranë familjeve të tyre, por sigurisht që ata janë të pamundur për shkak të gjendjes shëndetësore, nuk kanë mundësi të sigurojnë edhe ato shërbimet bazike, nevojat e tyre bazike. Shoqëria ka detyrimin për të ofruar një shërbim të tillë dhe sigurisht që kjo kërkon një bashkëndim të politikave të ndërinstitucionale për të krijuar një njësi. Pra, është e rëndësishme që krijohet një institucion i mirëfillt me një sistem të konsoliduar shërbimesh, duke përfshirë ndoshta edhe dimensionin e vullnetarizmit në një po them bashkëpunim edhe me universitetin, me studentët, pse jo, për të ofruar një sistem të tillë shërbimesh. Është një nevojë, është një domosdoshmëri, por duket që ende nuk ka një, po themi, një projekt të mirë konsoliduar apo të mirë konceptuar në këtë drejtim. Po, ndërkohë
njerëzit që vendosin të emigrojnë, vendosin dhe kjo është një zgjedhje tyre personale, familjare, është diskutim, po sa i lehtë është emigracioni në vendin e ri? Integrimi dhe përshtatja e emigrantëve në vendin pritës është një proces shumë dinamik dhe shumë kompleks. Sigurisht që kërkon kohë dhe masa apo shkalla e integrimit të emigrantëve në mjedisin e ri pritës është një proces i cili në vetvete impaktohet nga shumë faktorë. Spari është kozjatja e qëndrimit në vendin pritës. Sa më shumë qëndrojnë emigrantët në vendin pritës, aq më shumë ka gjasa që të kenë një integrim më të plot, më të dukshëm, më të thellë. Gjithashtu, nëse ka një sistem të një rrjet mbështetjesh social që mund të jenë migrantë të hershëm, të larguar më herët, sa më i fortë jetë ky rrjet mbështetjesh dhe kjo diaspor, po themi, e konsoliduar, që në fakt në kontekstin e migracionit shqiptar është e tillë, aq më e lehtë, po themi, është paktën faza e parë e integrimit, sepse ky rrjet mbështetës lehtëson dhe ul kostot edhe materiale, por edhe psikosociale të integrimit në momentin e parë. Gjithashtu, kjo varet edhe nga politikat mbështetëse të vendeve pritëse, dhe njëkohësisht në vetvete procesi integrimit në tërësi kalon për disa faza. Fillimisht emigrantët sigurisht që përpiqen të integrojnë planin strukturor, të sigurojnë një punë, të sigurojnë një banesë, të sigurojnë dokumentacionin e nevojshëm, të kenë akses në sistemin arsimor për fëmijët apo për veten nëse i takojnë grup moshës së arsimimet. Dhe mëtej, kjo fazë e integrimit pasohet nga integrimi social, pra ndërveprimi shoqëror me shoqërinë pritëse, deri për të arritur pastaj këtë shkalla më e lartë e integrimit, që është integrimi kulturor, pra kur ata përfaqësohen apo ndryshojnë qëndrimet dhe përqafojnë gjithnjë më tepër element kulturës pritëse, por duke ruajtur edhe ato tipologjitë dhe atë ndjenjën e përkatësisë dhe besnikërisë ndaj kulturës që trashëgojnë nga vendi origjinës. Dhe në fakt, mbas më tepër se 30 vitesh, gati 35 vite, flas gjithmonë arkunkor 90 e në vazhdim. Sigurisht. Vitet e fundit, duke patur parasysh që tashmë kemi brezin e tretë të emigrante që jetojnë aty kryesisht në vendet e Europës dhe një numër i konsiderueshëm dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, në Australi, dal nga dal, domethënë mbas 3 dekadash, tashmë, si thuash, është zbuluar dhe janë zbuluar dukshëm edhe politikat që kanë ndjekur këto vende. Për shkak se një pjesë e mirë emigrantëve tashmë po kërkojnë t'ju njihen vitet e punës. Pra një pjesë e tyre e kanë plotësuar moshën e pensionit. Pra këtu dal nga dal fillojmë të kuptojmë se cilat kanë qenë politikat që kanë ndjekur këto vende pritëse për emigrantët. Flasim gjithmonë për emigrantët shqiptarë, po besoj se të njëjtat politika ndiqen edhe për emigrantët e vendeve të tjera. Besoj se ka përjashtime. Jo, absolutisht. Politikat migratore përfaqësojnë ose përfshin të gjithë banorët që kanë statusin e emigrantit ose të imigrantit në rastin e të prurjeve hyrëse për vendet e zhvilluar për cilat jemi duke folur. Sigurisht integrimi lidhet ngushtë edhe me politikat përfshirëse dhe integruese që ndjekin vendet. Vendet caktuara mund të ofrojnë sisteme të mbështetjes institucionale për emigrantët, duke përfshirë spari integrim në akses në tregun e punës, pra duke dhënë një akses të barabartë në tregun e punës, mund ndjekin politikat ekuivalentimit dhe njohjes diplomave apo të kualifikimeve që emigrantët kanë, mund ndjekin politikat të lehtësimit procedurave të ribashkimit familjar, që po ashtu është një mbështetje e jashtëzakonshme për integrimin më të mirë të emigrantëve në këto komunitete. Mund ndjekin politika të përfshirjes dhe integrimit apo të lehtësimit të integrimit në planin social, duke ofruar akses të barabartë apo mundësi për të aksesuar shërbimet shëndetësore, shërbime sociale. Sigurisht që kjo lidhet dhe me marrëveshjet që ekzistojnë mes shteteve. Edhe mes shteteve, dhe tani vitet e fundit po kuptojmë se me cilat shtete në fakt Shqipëria ka pasur marrëveshje dhe me cilat po përpiqet tani të themi të rikuperojë ato që nuk kanë qenë. Të konsolidojë këto marrëveshje dhe sigurisht emigrantët jo vetëm që përbëjnë një kontingjent shumë të rëndësishëm, banorësh të cilët janë larguar nga vendi i tyre origjinës dhe sjellin një impakt zhvillimor dhe transformues në këtë shoqëri, por gjithashtu janë një kategori shumë e rëndësishme edhe në vendet pritëse.
atje jap një kontribut të jashtëzakonshëm sa më i madh jetë numri i emigrantëve aq më tepër impaktojnë shoqërinë price. Sigurisht që ata kontribuojnë dhe ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të këtyre vendeve price sepse janë taksapagues, ofrojnë punën e tyre, aftësitë, ekspertizën e tyre në ato pozicione të cilat e kërkojnë një stat të tillë të kualifikimit apo aftësive, njëkohësisht plotësojnë edhe tregun e punës në ato vende të cilat janë mungesë për këto shtete. I referohemi gjithmonë edhe modeleve të migracionit shqiptar, një pjesë e mirë të rinjve largohen drejt vendeve të Europës perëndimore, kryesisht Gjermania është në maj të listës, për të plotësuar ato pozicione të punës që këto vende i kanë vakante dhe sigurisht në këto kuadër ato ofrojnë politika lehtësuese të tërheqjes së emigrantëve, pra procedurat e emigrimit janë më të lehta krahasuar me vende të tjera dhe sigurisht në momentin kur plotësojnë nevojën e tyre fillojnë të vështirësohen gradualisht kriteret për të krijuar një lloj barriere ose për të ndalur pastaj flukset e mëdha migratore, sepse nga ana tjetër një numër i madh emigrantësh në këto vende sjell një presion social. Pra krijon një lloj perceptimi konkurrues për burimet që janë të kufizuara dhe janë të përcaktuara në një kontekst caktuar shoqëror dhe kohor. Po ndërkohë çfarë ndodh me identitetin kulturor të emigrantit, i cili tashmë ka lënë prej shumë vitesh vendin e tij? Në një shtrihje kohore, emigrantët sigurisht fillojnë edhe të ngjasojnë gjithnjë më tepër me komunitetet price, pasi jo vetëm kozgjatja, por dhe faktorë të tjerë që lidhen së pari edhe me motivet individuale të banorëve apo të emigrantëve. Ata i zgjedhin vetë se në çmas do të përfaqësohen ose me tiparet e kulturës origjinës të vendit tyre ose me përvecimin e tipareve kulturore të shoqërive price. Dhe sigurisht nëse zgjedhjen të qëndrojnë të izoluar në mes në komunitetit të tyre të emigrantëve dhe të ndërveprojnë gjithnjë më pak me shoqërinë price, ka sigurisht rrezikun që ata të mbeten të veçuar, të izoluar. Nëse zgjedhjen që të jenë më pak të lidhur me elementin e trashëguar kulturor të vendit të origjinës dhe të ndërveprojnë një masë më të madhe, sigurisht e lidhur kjo dhe me përfitime ekonomike që mund vinë, kjo çon pastaj tek ajo që në sociologji njihet si dukuria e asimilimit, e shkrirjes, pra nxjerrin të shkrihen me kulturën price, ndërsa një e mesmeart mes këtyre dy pozicioneve dhe që në planin social dhe studimor është ai që njihet si integrim identifikues. Pra emigrantët nga njëra anë përvetsojnë element kulturës price, por njëkohësisht ruan dhe një ndjenjë përkatësisë edhe të elementeve të kulturës origjinës që lidhen me gjuhën, pra ruajtjen e traditës komunikimit gjuhësor të paktën në mjedisin familjar dhe miqësor të tyre, apo ndjekjen e ritualeve, traditave, zakoneve që janë pjesë e sistemit tradicional. E vërtet, shembuj të tillë kemi plot në fakt. Kjo lidhet edhe me, si thua, me një lloj kulture ndoshta që ka vetë individi ose familja nga e cila ai vjen. Roli i familjes është shumë i madh, sepse ata janë transmetuesit e këtyre, po themi, komponentëve kulturor tek brezat e rinj, të cilët sigurisht që janë shumë lehtësisht të integrueshëm në një shoqëri të re. E kuptoj, profesoresh, po shembujt na kanë treguar që brezat me kalimin e viteve, brezat e fundit e kanë shumë herë më të vështirë se sa prindrit dhe gjyshrit e tyre për ta ruajtur identitetin e tyre. Pse ndodh kjo? Spari sepse në kohën kur ata kanë emigruar ose kanë qenë në një moshë shumë të herët ose janë fëmijë të lindur në vendet price, dhe sigurisht që fëmijët janë një kategori sociale shumë lehtësisht e integrueshme për shkak të aksesit shumë të madh social që kanë në vendet price, përfshirja në sistemin shkollor, ndërveprimi me moshatarët të tyre e bën më të lehtë integrimin, që nga të mësuarit e gjuhës, sigurimi i raporteve dhe shkëmbimit social me bashkëmoshatarët e tyre. Por nga ana tjetër është roli familjes. Nëse familja ruan në mënyrë, po themi, më
me më fanatizëm, element të kulturës vendit të origjinës dhe zgjedh që në mjedisin të paktën familjar të kultivoj tek fëmijët, tek brezat pra të rinj, këto vlera, tradita, rituale, ka gjasa që ato të jenë më të qëndrueshme tek fëmijët apo tek të rinjt. Unë do të thoja që rëndësi të madhe ka jo vetëm sistemi pra familja, por dhe një sistem mbështetje arsimore, ka institucione arsimore të cilët u ofrojnë fëmijëve të emigrantëve në varësi dhe të dominimit numerikisht që ka ky komunitet. Pra nëse kemi komunitet i cili dominon, është një diasporë konsoliduar në vende të caktuara, sistemet e arsimimit ofrojnë edhe mbështetje për të ruajtur element, po themi, të gjuhës shqipe në kurse apo të elementeve të traditës, folklorit, këngëve, valleve shqiptare, me qëllim që këta fëmijë të mbajnë vazhdimisht të lidhur me vendin e origjinës. Pra jo vetëm në planin familjar, por edhe në aspektin institucional, kur ka një komunitet të është konsoliduar. Nëse janë të pakët në numër, sigurisht që këto politika janë më gati të pandjeshme. Megjithatë, çfarë kanë treguar studimet profesorësh? Si e përjetojnë fëmijët e emigrantëve këto ndryshime, se ka disa prej tyre që kanë lindur dhe ndoshta kur lindin në vendin pritës e kanë më të thjeshtë, po ka disa prej tyre që vjen në një moshë ndoshta edhe madhore. Patjetër, ata përjetojnë një luhatje, një dilemë të gjendurit mes dy kulturash, kulturës pritëse dhe kulturës të familjes apo të vendit të origjinës, por sigurisht kjo lidhet së pari edhe me atë se çfarë i mban të lidhur me vendet e origjinës. Nëse nuk kanë më kontakte, sigurisht që fillojnë edhe sfumohen këto element. Nëse kontaktet janë të vazhdueshme, pajtjeardhjet, vizitat, ruajtja e një sistemi social me bashkëmoshatarët e tyre që i kanë lënë në atë dhe nëse i takojnë një moshë më adulte, sa më tepër ruajnë këtë lloj rrjet komunikimi, aq më tepër mbajnë më fort të lidhur pas vendit të origjinës. Emigracioni është një fenomen i cili ashtu siç ka ardhur do të ketë vimësi të gjatë apo mund të jetë një fenomen që deri diku dhe mund të stopojë brenda një vendi? Në fakt, nëse do t'i referohemi shoqërisë shqiptare, ne flasim dhe i referohemi periudhës së pas 90-s, sepse kemi një emigrim masiv që ka filluar në një trajt të tillë, është stopuar rreth viteve 2007-2008 dhe pas 2010-s përsëri mori një trajt po i kaq intensive dhe kjo përbën të periudhën moderne të emigrimit shqiptar. Ka një histori shumë të hershme të emigracionit shqiptar, jo vetëm paranditës, por edhe shumë më herët, një traditë e emigrimit transoqeanik të shqiptarëve kryesisht nga zona e jugut dhe juglindjes, në drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Australisë. Fundi shekullit 19, fillimi shekullit 20, vitet 1880, 1920, pastaj në Australi, pra është një traditë shumë e hershme fenomeni kurbetit të dikushëm, që sigurisht ndikon edhe në projektimin e atij profilit migrator të jo vetëm të shqiptarëve, kryesisht të zonës së Korçës. Dhe kjo është një fakt shumë interesant. Aktualisht ne jemi në kushtet kur si shoqëri numerikisht kemi një përqindje shumë të lartë të larguarve dhe të potencialit të banorëve për të larguar. Sigurisht ndalja apo vazhdimi këtyre flukseve të emigrantëve do të lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me politikat që do të ndjekin vendet. Nëse politikat shtrëngohen, pra politikat të vendeve pritëse, do të jenë drejt kufizimit, sigurisht kjo do të fillojë dhe ka gjasa që unë të paktën besoj në bindjen time që nuk do të zgjatë shumë një fluks i tillë emigrantësh, madje ka filluar në njësër vendesh të fillojnë për të ndjehet një lloj ngurtësimi dhe një lloj vështirësimi apo përcaktuarit të kritereve më të forta për emigrantët, që e cila sigurisht pritet të ndalojë flukset emigratore të ardhmen. Dhe duke patur parasysh që një pjesë e mirë e vendeve janë edhe në konflikte, natyrisht që nga ana tjetër këto vende, kryesisht vendet e Ballkanit, ashpërsojnë, themi, ose shtrëngojnë masat në mënyrë që të frenojnë këto masivitet të emigrantëve. Edhe në planin politik ajo sigurisht që është shumë e ndjeshme. Politikat migratore janë pjesë e një sistemi më të gjerë të politikave globale, që ndikojnë pa diskutim në këtë fenomen. Nëse ai do jetë në rritje apo do të fillojë të frenohet gradualisht.
Unë të falenderoj profesoresh për gjithë analizën që ke bërë sot, falenderoj që na je bashkuar, edhe të urojmë shumë suksese në punën tënde. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit. Ne do të përcjellim profesoreshën, po nuk do të ndajemi së bashku sepse ju ftoj përpara se sa ta mbyllim këtë emision të ndjekim 2 intervistat realizuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të parën me Fran Gjokën, i cili do të ndajë me ne përvojën e tij tashmë emigrant prej shumë vitesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe më pas një tjetër personazh që vjen nga rajoni Korçës, është Gani Vila, edhe ai emigrant prej shumë vitesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është i njohur edhe për faktin që është drejtues prej 25 vitesh në një televizion shqiptar, një televizion i cili ka një programacion të pasur në përpjekje për të mbajtur gjallë jo vetëm gjuhën shqipe, por edhe kulturën, traditat dhe për të pasqyruar me vërtetësi çdo gjë që ndodh edhe në Shqipëri, megjithse shumë kilometra e larg Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ju ftoj të ndiqni këto 2 intervista, duke i falenderuar të 2 zotërinj që na janë bashkuar në këtë format televiziv, dhe ju kujtoj se bashkë do të rishihemi të njëjtën e ardhshme në mbrëmje gjithmonë në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Kam ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 1994. Ishte një aktivitet i ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve popullore dhe isha solist i këtij ansambli, por vendosa të qëndroj si pasojë e kushteve të vështira që po kalonte Shqipëria dhe nuk e di si t'ja quaj vetes, por fizikisht jam këtu përmendja, zemra dhe shpirti nga dita që kam ardhur dhe deri të jap frymën e fundit janë në aldheun tim në Shqipërinë time të dashur. E mendova që do të kem vështirësi kur vendosa të qëndroj në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjeta zemrat bujare, sofrat bujare dhe duart bujare të vëllezërve të mi shqiptar, të cilët vërtet më krijuan një ambient shumë familjar, shumë vëllazëror. Po tani ndryshimet nëse do i marrun personale, është diçka tjetër, por nëse do i shikoj me syrin e përgjithshëm në mes të 2 demokracive, është diçka totalisht, sidomos në periudhën që unë isha atëherë e ndryshme, por shpresoj që dhe Shqipëria po ecën me hapa të shpejta drejt integrimit euroatlantik dhe drejt një demokracie stabil. Dhe ndryshimi është i madh dhe shpresoj që ai ndryshim të zvoglohet çdo ditë dhe ta kemi Shqipërinë një Amerikë në të ardhmen. Duke qenë që jam gjenerata e parë që kam ardhur në emigrim, dhe duke qenë që kemi një komunitet shumë dinjitoz, përpiqemi të ruajmë sa më shumë atë identitetin ton kombëtar nëpërmes aktiviteteve, nëpërmes veprimtarive të ndryshme, që të jetojmë sa më gjatë si shqiptarë dhe të bëjmë sa më shumë ballë asimilimi. Edhe duke punuar shumë me aktivitete të ndryshme, me grupe muzikore dhe me fëmijë të vegjël, që shumë prej tyre kanë lindur edhe prindrit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ato e flasin me krenari, me dinjitet gjuhën shqipe, dhe me dinjitet të madh dhe krenari veshin edhe kostumet tona kombëtare. E ruajnë nëpërmes aktiviteteve, kemi dhe shkolla në gjuhën shqipe dhe për këtë i përgëzoj gjithë ato që kontribojnë, domethënë, por kryesisht edhe prindrit e tyre që janë një model për të përcjellur tek fëmijët e tyre gjuhën, traditën dhe kulturën që kemi sjell nga Shqipëria. Roli i brezit të dytë të emigrantëve shqiptarë që kanë emigruar me dekada në periudha të ndryshme është një rol shumë domethënës, shumë i rëndësishëm, sepse ato patjetër që integrohen në jetën amerikane, por duke ruajtur edhe trashëguar vlerat nga prindrit e tyre dhe për t'i përcjell sa më shumë që munden tek gjeneratat e ardhshme. Shqipëria është në të gjitha ëndrat e mia, domethënë, dhe mendoj nuk është e lehtë për arsye të fëmijëve që janë rritur këtu në Kurbet, por mendoj shumë që një ditë të kthehem në atdheun tim. Diaspora shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës është shumë e organizuar, shumë e mirë organizuar, dhe jo rastësisht është një urë që ka lidhur kombet tona historikisht për më tepër se një shekull, dhe mendoj që do jetë vazhdimisht një faktor që do ndikoj shumë edhe në marrëdhëniet, në dashurinë mes kombeve tona, mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mesazhi për të rinjt shqiptar që t'ju them mos emigroni, nuk ju them dot sepse kam emigruar vetë.
dhe atë që e kam bërë unë nuk i them dikuj tjetër mos e bëj. Por mos e mendoj askush që është aq i lehtë kurbeti. Këtu do më thënë vërtet punojmë, por na mungon shumë vendi, na mungon shumë dashuria për atë dheun dhe pa bërë pak sakrifica, mendoj që do i kemi borxha dheut tonë shumë që ta ruajmë. Unë kam mbi 3 dekada që jetoj këtu dhe kam parë vazhdimisht ndryshimet edhe politike që kanë qenë shpeshherë më të ashpra me emigrantët, por emigrantët në atë vendin ku zgjedhin për të jetuar, e sidomos këtu në tokën e bekuar të Shteteve Bashkuara të Amerikës, duhet i përshtatemi kushteve të këtij vendi, të punojmë, të jemi të sjellshëm me ligjet e shtetit dhe të krijojmë familje të shëndosha dhe të integrohemi sa më mirë në jetën amerikane. Djali im ka lindur në Shqipëri dhe ka ardhur në moshën 2 vjeçare e gjysmë, vajza ka lindur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ndryshimi i kulturës është sepse ne në shtëpi jemi përpjekur gjithë kohën të ruajmë kulturën shqiptare, gjuhën shqiptare, sepse kulturën amerikane, gjuhën amerikane do mësojnë se s'bën me domosdoshmë në shkollë, në punë, në jetë, dhe jemi përpjekur që këto 2 kultura të gërshëtohen në mënyrën më të mirë, me dashurinë dhe me më të mirat e tyre. Në vitin 1998 mua së bashku me Valentinën na doli lotaria amerikane. Unë e kisha numër 31, numër shansi, dhe Valentina 350. Dushin plotësuar disa shkresat, cilat i plotësuam shpejt, i hodhëm dhe u aprovuan përsëri dhe unë mbusha për familjen lotarinë atë finalen, dhe në 10 orë të vitit 1999 ne mbritëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Arsyeja pse ne u larguam ishte pasi nuk rezistuam dot asaj epidemie që kishte rënë në kombin shqiptar. Dhe nga ana tjetër, ishim të interesuar që fëmijët tanë të studionin jashtë shtetit. Ishim përgatitur paraprakisht, i kishim çuar fëmijët në shkollë në gjuhën frëngjisht dhe anglisht, por lotaria që ishte një fat, na ra dhe Zoti na ndihmovi, edhe kështu mbritëm në këtë lëvizje të rëndësishme, por edhe të dhimbshme. Unë dhe Valentina kishim eksperiencë të jetës në emigracion, kishim dhe informacione nga shokë dhe miqë tanë, kushërinë tanë që ishin emigruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata gjithmonë e paraqisin emigrimin në Amerikë si të suksesshëm. Megjithatë, neve ishim të përgatitur, pra kishim marrë parasysh, edhe pse vinim nga një fushë intelektuale, të punonim çdo lloj pune. Dhe në fillimet e para patëm vështirësi për gjuhën. Por edhe nga ana tjetër ishte malli për atë dheun, ishte malli për njerëzit, për të afërmit tanë, por edhe ajo brenga gjithmonë na kanë ndjekur të jetën që a bëm mirë, a s'bëm mirë që u larguam. Dhe janë të lidhura, dyja më shumë vështirësi kanë qenë në fushën psikologjike se sa në fushën fizike. Ndryshimi më i madh është sistemi. Në Amerikë vlerësohet puna, respektohet ligji dhe ka më shumë mundësi për çdo që punon ndershëm. Në Shqipëri, lidhjet dhe vështirësitë ekonomike e bëjnë jetën më të kufizuar. Emigrimi ka ndikuar pozitivisht në formimin tim personal dhe kulturor, duke forcuar identitetin shqiptar dhe aftësitë për të integruar në një shoqëri multikulturore. Komuniteti shqiptar i ka ruajtur në mënyrë të shkëlqyeshme gjuhën, traditat, zakonet, të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me lidhjen me genin shqiptar. Ato i kanë ruajtur së pari në familje. Është shumë e rëndësishme dhe kjo ka funksionuar. Institucionet fetare shqiptare në emigracion kanë patur një rol të rëndësishëm dhe vazhdojnë të predikojnë jo vetëm predikimin e fjalës së Zotit, por edhe një kontribut të madh japin për çështjet mbarkombëtare shqiptare dhe i realizojnë ato në gjuhën shqipe. Të gjitha organizimet shoqërore që janë të shumta në komunitet, takimet kryesisht i bëjnë në gjuhën shqipe. Mendoj se edhe mediat kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin një ndihmë jashtëzakonisht të madhe në ruajtjen e gjuhës, traditës, zakoneve, pasi ato janë pranishme kudo. Gjithashtu,
edhe shkollat që janë hapur në vendet ndryshme, kanë patur dhe kanë një rol të rëndësishëm për të ruajtur këto zakone e tradita. Këtu duhet të tërheq pak vëmendjen e shtetit shqiptar, shtetit Kosovës, të tjenë më pranë diasporës, duke ndihmuar ato me libra të ndryshëm të cilat ty përshtaten dhe niveleve të nxënësve që shkojnë në shkollë. Brezi i dytë është brezi i shkëlqyer. Unë do ta quajja brezi i artë. Krahas integrimit të tyre në jetën amerikane, ata kanë edhe eksperiencën e familjes e prindërve të tyre dhe janë drejtuar shkollimit. Janë shkolluar në të gjitha fushat e rëndësishme të jetës, në biznes, në ekonomi, doktora, inxhinjera, avokatër, nga shkollat që ata kanë dalë, tashme janë antarë të ekipeve shkencore të fushave të ndryshme. Kohët e fundit janë integruar dhe në jetën politike amerikane dhe kanë filluar konkurimet në çdo shtet të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka shqiptar që garon për të marrë pjesë në Senatin e shtetit ose në Kongresin Amerikan në Shtëpinë e Bardhë. Ju uroj suksese, është një brez që do të hedhë themelet e vazhdimësisë të brezave që vinë. Unë e vizitoj shpesh Shqipërinë. Me punën që kam, unë merrem përdit me Shqipërinë. Me gjitha sukseset, arritjet që ka Shqipëria, por dhe me hallet e saj, unë i përjetoj si çdo shqiptar që është në Shqipëri. Gjithmonë do ta vizitoj sa të kem frymë Shqipërinë, gjithçka që do të jetë e mundur ja jap Shqipërisë. Nuk besoj se do të kthehem pasi këtu janë fëmijët e mi, me vjen keq për vëllezërit, motrat, por do t'i vizitoj vazhdimisht, gjithmonë. E ardhmja e diasporës shqiptare amerikane në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jetë e suksesshme, dhe veçanërisht nëse Federata Pan-Shqiptare Vatra do të marrë drejtimin e lobit shqiptaro-amerikan me pjesëmarrjen e të gjithë organizimeve të tjera, pra do të jetë ombrella që do të drejtojë lobin dhe do të kenë sukses shqiptarët jo vetëm këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës duke marrë pjesë në të gjitha institucionet amerikane deri në Kongresin Senatin Amerikan, por do të japin një ndihmës edhe për trevat tona etnike në Evropë. Dhe mendoj se diaspora shqiptare duhet vlerësuar dhe shteti shqiptar duhet t'i japi një vëmendje të veçantë dhe të mësojnë se sa shqiptaro-amerikanë janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi janë mbi 1.100.000. Emigroni për të ndërtuar të ardhmen, jo për të ikur nga vetja. Puna dhe përkushtimi janë çelësi i suksesit kudo ku do shkoni. Politikat qendrore janë vendimtare, ligjet e drejtat, dokumentacioni i qartë dhe integrimi social e lehtësojnë jetën e emigrantit, ndërsa burokracia dhe paqartësia e vështirësojnë atë. Kur mbritëm në Amerikë, djali ishte 13 vjeç dhe vajza ishte 11 vjeç. Edhe fëmijët patën ato vështirësitë e fillimit, por i kaluan me sukses dhe u orientuan me gjuhën, me jetën amerikane, me shoqërinë e tyre, edhe me metodat e mësimdhënies. Të gjitha nivelet e shkollimit ata i kanë kryer shkëlqyeshëm. Djali ka mbaruar universitetin në Michigan State dhe më vonë pastaj Detroit Mercy ka mbaruar master dhe punon në policinë e qytetit të Shelbyt, ndërsa vajza ka mbaruar Michigan State Universitet, ka mbaruar masterin, pastaj doktoraturën dhe është doktoresh psikologe dhe jam shumë i kënaqur me rezultatet e tyre për të orientuar në jetën amerikane. Por nga ana tjetër, po aq jam dhe i kënaqur dhe i gëzuar për ruajtjen e traditave tona shqiptare. Ata i ruajnë 100% traditat edhe për fatin që ata janë martuar me shqiptar, kështu që të dy fëmijët mendoj se e ruajnë atë genin shqiptar, traditën, zakonet, gjuhën, të gjitha, dhe ata po i transmetojnë tek 7 besat e shkëlqyera që neve kemi.